Eko Parku, dikur landfilli mbetjeve në Porto Romano në Durrës, u hap zyrtarisht për publikun në prill të vitit të kaluar. Hyrja në terrenet sportive u vendos që të ishte me pagesë pas muajve të parë të inaugurimit, por jo gjithmonë ndodh kështu. Kompleksit dhe ambientet rekreative pranë Eko Parkut ishin të hapura pa pagesë për qytetarët në mesin e muajit maj, po vetëm pak javë pas përfundimit të zgjedhjeve gjithçka ka ndryshuar. Imazhet e marra nga Adrianet Televizion tregojnë se në Eko Park ka pak lëvizje dhe pse ditët e gjata të verës u krijojnë më shumë mundësi qytetarëve. Të gjitha komplekset të Eko Park janë me pagesë dhe kjo ndodh sapo kaluan zgjedhjet. Nga janari thuhet se ka qenë një vendim i Këshillit Bashkiak, por nga mezi i muajit mars deri në muajin maj, gjithçka ka qenë e hapur, por të rikthyer sërish me pagesë sipas qytetarëve. Biletat lëshohen në mënyrë zyrtare dhe të ardhurat arkëtohen për Bashkinë Durrës, gjë e cila e bën jo shumë të frekuentueshëm Eko Park. Vendosja e tarifave ndikon në aksesin e lirë në hapësirat publike, veçanërisht kur bëhet fjalë për parqe dhe ambiente që janë të frekuentuara nga fëmijë, familjar dhe vizitor.